Në prag të festave së Kurban Bajrami, tregu i Rusit ishte mbushur me blerës. Sa i përket rritjes së çmimeve, qytetarët ndahen në dy pjesë. Disa thonë se ka rritje të tyre dhe si pasojë përballimi i kostos mbetet problem për ta. Qytetarët e tjerë thonë se tregu nuk ka njohur rritje dhe se çmimet janë disi të përballueshme. Ato shprehen se duhet të blejnë për festën e madhe që kanë besimtarët musliman. Ja, normal, nuk janë si ditë tjera, nuk e kanë rritë tash për festa. Kjo hejtash i mora për të golet, 1500 lek. 1700 kanë para 30, i kanë ullë. Manaj do më atja 800 lek, ka kanë 1200, 800 para 30, i kanë ullë. Ja, ka rami bile. Ka rami, janë ullë. Çmimet e mëdhatorëve, spesave, qeshijat, kanë 4000, janë më 1500. Po na po marrin më pak ai. Ha më pak e marrin më. A ka rritje çmimet veç? Po rritje ka, detyrimisht. Për ditë i kishmim është. Jo, nuk ka një rritje, nuk shoh një rritje. Për nuk shoh një dhe gjash për mu. Përballueshme tash, pensionista jena. Duhet me ble, duhet me hangër. Pak janë rrit, po nuk është ndonjë problem me përballueshme. Çdo herë tregjet në vend njohin luhatje të çmimeve në prag të festave.